نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ويقول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Të dashur vëllezër dhe motra, të cilët po na ndiqni përmes këtij ekrani, pra disa fjalë t'i themi në lidhje me një emër prej emrave të bukur të Allahut Dhul Xhelal. Në fillim duke falendëruar Allahun Dhul Xhelal, duke I dërguar salavat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe duke lutur Allahun Dhul Xhelal që gjitha agjërimin ton dhe punët e mira të hajrit tonë të I pranojë. Vëllezër të dashur, ki emër prej emrave të Allahut Dhul Xhelal, që është El Hamid, ka të bëjë me një falënderim apo me njoft Allahun dhe më afër dhe nga mirësitë e Allahut që I ka dhënë ne e njohmi me këtë emër, sepse në Kur'anin e Kerim ki emër prej emrave të Allahut përmendet 17 herë në vende të ndryshme. Këtë emër e kanë përmend profetët e Allahut Dhul Xhelal. Siç njihet Nuh alayhi salatu wasalam, pasi që shpëtoi nga tufani edhe shpëtoi popullin e vet, e tha fjalën e cila është regjistruar në Kur'anin e Kerim, që I ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë Elhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin. E falenderojmë atë I cili është Hamid, që na shpëtoi për një popull I cili është I padrejtë dhe zullumqar, ndaj vetvetes dhe ndaj neve. Pastaj e përmend Allahu në gjuhën e Ibrahim alayhi salatu wasalamit, kur ka thënë Elhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri Ismail wa Ishaq. Deri në fund të ajetit koranor. E falenderoj Allahun në këtë moshë që jam ma fali një evlad I cili është Ismaili dhe Ishakin më dha, në moshën e pjekur, në moshën e shtime. Pra, kjo fjalë dhe ky emër që përmendet edhe në fillim të ajeteve koranore, po përmendet zbashku edhe me disa emra tjera, Hamidun Mejid, Hakim, mes emrave të tjerë që përmendet, mirë pa e cila është më kryesore që ne do ta dim rreth këtij emri është që ne dohet këtë emër ta njohmi mirë për atë që ta falenderojmë Allahun Dhul Xhelal. Allahu në Kur'anin e Kerim thot në ajete të tjera wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse njehni I numëroni të mirat e Allahut asnjëherë sun ju vini në fund. Pra, nga ky ajet kuranor, çka kuptojmë? Kuptojmë për më njëherë që dohet ky emër të marrë funksionin e vet. Emri Hamid, që do të thojë për çdo send, për çdo dhunti dhe për çdo nimet që Allahu na I ka dhënë, do ta falenderojmë të madhin Zot, sepse gjitha të mirat që I kemi, gjitha nimetet që I kemi nga Ai. Pra, për atë edhe ne e përdormi shpesh në gjuhën tonë, është gjuhë arabe, është emër I cili prej emrave të Zotit, mirë po ne e përdormi shpesh I bojmë hamd Allahut, do me thanën e falenderojmë atë të cilit I takon falenderimi. Megjithëse se këto kemi di fjalë të cilët ne shpesh I përdormi. E përdormi fjalën hamd, që është edhe prej emrave të Allahut Dhul Xhelal, El Hamid, që do të falenderohet, dhe përmendmi fjalën shpesh shukur. Në Kur'an të di emrat përdoren. Mirë po, fjala shukur është më e kufizuar dhe më e vogël, dhe gjithmonë e bëjmë shukur Allahun kur kemi diçka ndonjë të mirë, kur na vjen diçka ndonjë e mirë, ndonjë punë e lavdueshme,
ndonjë punë që neve na vjen mirë. Kurse fjala hamd, që është zatëm edhe prej emrit të Allahut, El Hamid, do të thojë që edhe të mirat, edhe të këqijet, edhe musibetet që na vinë, ne shka i bojmë Allahut, i bojmë hamd dhe falimindrojmë zatëm edhe ajeti i parë i suratul Fatiha. Çfarë është? Është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. E falimindrojmë atë i cili është Zoti i jon i përgjithshëm. Allahu të gjithëve na i mundsoft të mirat e tij. Dhe neve na i mundsoft që Allahun ta falimindrojmë. Ta falimindrojmë për të mirat që na i ka dhënë, ta falimindrojmë me fjalë Allahun çdo herë, edhe kur zgjohemi në mëngjes, Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. E falimindrojmë atë i cili na ka ngjall pasi që ishmi të vdekur. Dhe e treta që dohet ta falimindrojmë është ta falimindrojmë është shkalla më e lartë, ta falimindrojmë me punë dhe me veprat tona. Dhe është Allahu që gjitha të mirët të na japë neve, dhe Allahun ta falimindrojmë për gjithçka, dhe na i mundsoft Allahu të jemi falimindërues sa jemi gjallë, dhe pasi të vdesmi ta shohmi atë e cila është fjala dhe emri i Allahut El Hamid. Allahu na bekoft të gjithëve.